Ka momente në jetë kur një njeri i thjesht bën diçka kaq të madhe, kaq të papritur, sa edhe ata që e kanë parë me sytë e tyre nuk mund ta besojnë plotësisht. Momente kur bota ndalon për një çast, kur edhe ajri duket sikur merr frymë më ngadalë, dhe kur gjithçka që di për njerëzit, për parat, për kuptimin e jetës, fillon të pyetet nga e para. Mos harroni të bëni videon like, subscribe dhe komento. Imagjino një burr të thjesht, duar të trashura nga puna, fytyrë djegur nga dielli i maleve, këpucë të vjetra, xhakete ngjyrë tokës, një bujk nga malet e Dibrës, që nuk ka studiuar në universitete, nuk ka udhëtuar në përbot, nuk di gjuhë të huaja. Një njeri si mire të tjerë që çohen para agimit, punojnë derisa nuk shohin dot dritë dhe flejnë me lodhjen si astëk. Ky njeri u gjet para një oferte që shumica prej nesh nuk do ta harronte kurrë. 1 milion euro, një shifër që ndryshon jetë, një shifër për të cilën shumë njerëz do t'i jepnin vitet më të mira të jetës, një shifër që do t'i hapte derën çdo gjëje, çdo ëndre, çdo mundësie. Dhe ai tha, jo. Jo me hezitime, jo me lot, jo duke u penduar. Tha jo me atë qetësi të thellë që kanë vetëm njerëzit që e dinë saktësisht çfarë janë dhe çfarë duan të jenë. Por arsyeja pse ai refuzoi, është ajo që i la të gjithë pa fjalë. Arsyeja është ajo që e bën këtë histori jo thjesht të bukur, por të rëndë, të vërtetë dhe kaq njerëzore sa të dhëmb. Dhe para se ta tregoj, dua të pyes, çfarë do të bëje ti nëse do t'ishe në vendin e tij? Nëse do të kishe para vetes ato ofertë, ato mundësi, ato lirinë e re, çfarë do të zgjidhje? Shkruaje në komente. Do të çuditem nga përgjigjet, dhe ndoshta edhe ti do të çudesh nga vetja jote, ndërsa dëgjon historinë e besimut nga Dibra, sepse kjo nuk është histori rreth parave, kjo është histori rreth asaj që nuk blihet. Dibra nuk është vetëm një vend në hartë, Dibra është një ndjesi, është diçka që e ndjen para se ta shohësh, para se të marrësh erën e pyllit të saj, para se të dëgjosh ujin e lumenjve të saj që bien si muzikë nëpër gur. Dibra është ai lloj vendi ku koha ecën ndryshe, ku fjalët kanë peshë të shtuar dhe ku njerëzit nuk flasin shumë, por kur flasin me gjithë shpirtin. Aty lindi besimi, jo në spital, jo në qytet, por në një shtëpi guri në fshatin e tyre të vogël, ku gratë ende dinin të lindin fëmijë pa ndihmën e mjekëve dhe ku pleqtë e fshatit mblidheshin jashtë, në qiellin e hapur, për të pritur lajmin e ri me duhan të pirë ngadalë dhe me heshtje të thellë. Shtëpia ku u rit besimi nuk ishte e madhe, por kishte diçka rreth saj që e bënte të ndihet e plot. Muret e gurta që ruanin ftohtësinë e verës brenda, oxhaku i madh që mbante gjithë shtëpinë ngrohtë në dimër, dyshemeja e drurit të thyer këtu e atje, por e pastruar çdo mëngjes me dorë. Rreth shtëpisë kishte tokë, shumë tokë. Tokë e trashëguar brez pas brezi, tokë që babai i tij e kishte punuar si babai i tij para tij, dhe ai para tij deri aty ku memoria familjare nuk arrinte më. Ishin njerëz të tokës. Kjo nuk ishte thjesht një mënyrë jete, ishte identiteti i tyre, ishte mënyra e tyre për të kuptuar botën, për të matur kohën, për të ndjekur ciklet e natyrës si të ishte feja e tyre personale, e shenjtë dhe e padiskutueshme. Besimi u rrit duke parë baban e tij të punojë. Ishte gjëja e parë që mësoi, para shkronjave, para numrave, para çdo gjëje tjetër. Mësoi se si duart e forta të njeriut mund të kthejnë tokën e ashpër në bukë. Mësoi se si uji i vaditjes ka ritmin e vet, se si duhet ta lësh tokën të pushojë her pas here, sikur se lë edhe veten. Mësoi se marrëdhënia me tokën nuk është punë, është bisedë, një bisedë e heshtur, e ngadalt, e kujdesshme. Babai i tij, Ramoja, ishte njëri nga ata njerëz që nuk flasin shumë, por kur flasin, çdo fjalë ka peshë. Ishte i gjatë, i hollë, me mustaqe të kthyera pak lart, si pyetje të varura në ajër. Kishte duart më të trasha që Besimi kishte parë ndonjëherë, duart e një njeriu që nuk ka kursyer as një minutë punë. Por ato duar, sa do të trasha, e preknin tokën me butësi të çuditshme,
sikur tokën e shihnin si diçka të gjallë, si diçka që kishte ndjenja. Besimi e kujtonte çdo mëngjes të fëmijërisë si një poezi. Çohej para diellit, kur qielli ende nuk ishte vendosur ngjyrën e ditës. Gjyshi i tij, Zeqiri, ishte gjithmonë i pari në këmbë. Ulur pranë xhakut me duart e mbështetura në një bastun druri, shikonte zjarrin me sytë e thellë të një njeriu që ka jetuar shumë dhe ka parë edhe më shumë. Besimi i ulej pranë, mbante gjumë të dhe dëgjonte heshtjen e mëngjesit ndërprer vetëm nga zëri i thëngjinjve dhe ndonjë shpendi herë shumë jashtë. Gjyshi Zeqiri nuk tregonte histori si rrëfenjtarët e mëdhenj. Nuk dramatizonte, nuk ngre zërin, nuk përdorte fjalë të stisura, por çdo gjë që thoshte kishte thellësi. Kishte ditë kur rrinte i heshtur tër mëngjesin dhe pastaj, kur besimi ngrihej të shkonte, i thoshte vetëm një fjali, dhe ajo fjali i ngjitej për shpirt si cemento, nuk largohej kurrë. Njëherë, kur besimi ishte ende fëmijë, i vogël sa t'ja rrinte gjyshit deri te beli, kishte ndodhur diçka që e ruajti gjithë jetën. Ishte pranverë, koha kur bora fillonte të liqej nëpër majat e maleve dhe uji zbriste në rrëke nëpër fshat. Besimi kishte dalë me baban e tij të punonte copën e tokës pranë lumit, atë copë me dheun më të butë, më të plotë, si çokoladë e errët. Babai kishte marrë kazman dhe kishte filluar të gërmojë me lëvizje të ngadalta, sistematike, si dikush që i di të gjitha sekretet e punës. Besimi kishte parë diçka. Nën dhe, aty ku babai kishte çarë me kazman, kishte dalë jashtë diçka e verdhë e argjend. Kishte qenë e vogël sa gishti i fëmijës, por kishte ndriçuar nën rrezet hershme të diellit me një shkëlqim që tërhiqte syrin. Besimi e kishte marrë, e kishte pastruar me gishtat e tij të vegjël dhe kishte qenë diçka e fortë, e rëndë për madhësinë e saj. Kishte parë tek babai të pyeste, dhe babai kishte kthyer kokën, e kishte parë, pastaj kishte vazhduar punën pa thënë asgjë. Po gjyshi Zeqiri, kur e kishte parë atë pasdite, kishte marrë atë copë të vogël, e kishte shikuar gjatë dhe kishte thënë: "Toka jep gjithmonë diçka djalë. Problemi nuk është se çfarë jep, por se si ja kthen." Besimi nuk e kishte kuptuar plotësisht atëherë, por kjo fjali i kishte ndjekur hapat e gjithë jetës. Shkolla ishte 2 orë ecje larg. Çdo mëngjes Besimi merrte rrugën me disa fëmijë të tjerë të fshatit, duke kaluar nëpër male, nëpër ara, nëpër brinja të pjerta ku dhent kullonin të qeta. Nuk ankohet kurrë për rrugën. Ishte e gjatë, por ishte e bukur. Kishte ditë kur mjegulla zbriste aq ulët sa mund ta preknin me dorë ndërsa ecnin, dhe ajo duket si diçka magjike, si të ecje brenda një ëndre. Nuk ishte student i shkëlqyer, nuk rinte pas librave deri vonë natën, por kishte diçka tjetër, diçka që mësueset e tij e vinin re dhe nuk dinin saktësisht si ta quanin. Besimi dëgjonte. Dëgjonte me tërë trupin, me sy të hapur dhe mendja e pranishme, si dikush për të cilin çdo fjalë mund të jetë e fundit. Kishte kujtesë të çuditshme për gjërat e dëgjuara, jo aq për ato të lexuara, por për ato të thëna me gojë. Nëse dikush i tregonte diçka, ajo mbetej. Mësuesi i historisë, Agimi, e kishte parë herët këtë. Ishte njeri i mesit, me syze të trasha dhe zakonti zhvendoste ato lart poshtë kur mendohej. E kishte pasur syr nga Besimi prej ditës së parë, jo sepse fënia ishte jashtëzakonisht i mençur, por sepse kishte atë lloj sy të shikojnë si dritare të hapura, jo si mure. Njëherë, gjatë një ore të historisë, kishte treguar rreth luftrave të vjetra, rreth atyre njerëzve të maleve që kishin mbrojtur tokën e tyre. Fëmijët tjerë kishin qenë të shpërqendruar, duke vizatuar nëpër margjinat e fletoreve ose duke shikuar jashtë dritares, por Besimi kishte qenë i lëvizur fizikisht, ishte ulur pak para, duart e vendosura flat mbi bank, si dikush gati të ngrihet e të ikte diku. Pas orës, Agimi e kishte ndalur. "Çfarë mendove nga sot?" Besimi kishte menduar pak, pastaj kishte thënë: "Mendova se ata njerëz kishin diçka për të cilën vlenin ta linin jetën. Kur ke diçka të tillë, nuk ke frikë." Agimi kishte hequr syzet dhe i kishte fërkuar me fund të xhaketës, si zakon kur habitej. Pastaj i kishte vënë mbrapsht dhe kishte thënë: "Ke të drejtë djalë." Fëmijëria e Besimit nuk kishte pasur luftime,
por kishte pasur vështirësi. Kishin vite kur shiu nuk vinte në kohë, dhe toka thahej si goja e dikujt me etje. Kishin vite kur ngricat e hershme vinin papritur dhe prishnin gjithçka. Kishin dimra kur bora hynte në përçarjet e mureve dhe fjeta në dy patanie nuk ishte mjaft. Por familja e Besimit nuk fliste shumë për vështirësi, nuk ankohej, punonte, gjente rrugën. Kjo ishte mësimi i tretë pas tokës dhe heshtjes, durim. Jo ai durim pasiv i dikujt që pret pa bërë asgjë, por ai durim aktiv, i ndërgjegjshëm, i dikujt që punon pa pushim dhe beson se puna ka kuptim edhe kur rezultati vonon. Rreth moshës kur fëmijët fillojnë të ëndërrojnë për jetën, kur fantazitë ndryshojnë dhe bëhen konkrete, kur pyesin veten ç'do të bëj kur të rritem, Besimi kishte pasur vetëm një përgjigje. Nuk e thoshte me zë sepse nuk kishte nevojë, e dinte, kishte për të qëndruar, kishte për të punuar tokën, kishte për të bërë atë që kishte bërë babai dhe gjyshi para tij, jo sepse nuk kishte zgjedhje tjetër, por sepse kjo ishte zgjedhja e tij. Kishte shoqe të fëmijërisë që ishin larguar, qyteti tërhiqte shumë prej tyre si magneti padukshëm. Merrnin çantat, thonin lam të mirë me premtime për të kthyer gjatë festave dhe pastaj ktheheshin gjithnjë e më rrallë dhe pastaj ndoshta rrallë fare. Besimi i shikte ikur pas një ndjenjë pa kënaqësie. Ai ishte i lumtur për ta, por ai qëndronte. Jo sepse kishte frikë, por sepse diçka e mbante. Kishte diçka rreth tokës së dibrës, rreth atij dheu të ngjyrë kafeje të errët, rreth asaj ajri të çiltër të malesh, rreth atyre gurve të vjetër mbi të cilët kishte qëndruar brez pas brezi, që nuk lejonte largimin. Nuk ishte zimxhir, ishte rrënjë. Dhe rrënjët nuk e ndalojnë pemën të rritet, ato e bëjnë pemën të qëndrojë kur errat vinë. Kur Besimi mori plotësisht mbi supet e tij punën e tokës, ishte në atë moshë kur njeriu fillon të ndihet i rritur, por ende nuk ka arritur krejt atje. Gjyshi Zeqiri ishte plakur, ecte me bastun tani në mënyrë të pashmangshme dhe jo si aksesor, dhe babai Ramoja kishte filluar ta ndjente shpinën. Nuk e thoshte kur haptas, por Besimi e dinte. E dinte nga mënyra si ngrihej në mëngjes, pak me ngadalë se zakonisht, nga mënyra si ulej pas dreke, me atë pshertim të lehtë, pofuese të padëgjueshme. Ishte zgjedhja e Besimit, jo urdhër, të merrte përgjegjësinë. Çohej para të gjithëve, dilte jashtë kur yjet ende ndriçorin dhe ajri kishte atë ftohtësi të mëngjeseve të hershme që të godet si ujë i ftohtë. Fillonte punën para se bota të zgjohej, dhe kjo kohë para agimit ishte koha e tij e preferuar, e tij personale, kur nuk kishte zëra njerëzish, kur natyra ishte heshtja e saj dhe ai ishte parte e saj. Toka e tyre nuk ishte e madhe, por ishte e rregulluar me kujdes të çmendur. Çdo metër katror kishte funksionin e vet. Aty ku toka ishte me ujë afër sipërfaqes, Besimi kishte mbjell perimet. Aty ku toka ishte pak e tharë, gruri. Aty ku brinja e kodrës e bënte tokën me gur, pemët frutore, sepse ato dinin të rinin edhe ku e tjetra nuk mund. Kishte mësuar këto gjëra duke parë, duke pyetur, duke gabuar dhe duke u mësuar nga gabimet. Ishte viti kur kishte tentuar të mbillte diçka të re, një kulturë që kishte dëgjuar se jepte mirë, por nuk e kishte bërë siç duhej, nuk e kishte përgatitur tokën mjaftueshëm, dhe rezultati kishte qenë i dobët. Kishte qenë hidhërim, kishte ndier turp madje, edhe pse babai nuk e kishte qortuar. Por ky gabim i kishte mësuar diçka që asnjë libër nuk mund ta mësonte: respektimi i procesit, jo nxitimi, jo shkurtëzimet. Çdo gjë ka kohën e vet dhe mënyrën e vet, dhe nuk mund ta detyrosh. Në drejtimin e Besimit, toka nisi të jepte, jo sasi gjigande, jo fitime të mëdha, por njerëzisht, me qëndrueshmëri. Kishte gjithmonë bukë në tryez, gjithmonë perime të freskëta, gjithmonë diçka për të ndarë me fqinjët. Fshati i tyre kishte traditë ndarjeje, kjo nuk ishte vetëm mirësi, ishte sistem. Kur dikujt i mbetej shumë, ndante, kur dikujt i mungonte, merrte. Nuk mbahej llogari formale, nuk ishte borxhe zyrtare, mbahej besimi. Besimi kishte bërë miksinë e tij me disa fqinj të moshave të ndryshme, njerëz me të cilët jo vetëm punonte, por edhe fliste, bisedonte, ndante orë pran kafes apo çajit. Kishte muharemin, i moshuari i katundit, që dinte gjithçka rreth maleve. Dinte cilat bim ishin shëruese, cilat gur paraqisnin ujë nën tokë,
Cila ditë të muajit ishin të mira për mbjellje. Kishte dije të akumuluar prej brezash, dije që nuk ishte dal asnjëherë në libër, por jetonte në gojën e njerëzve. Kishte edhe Hysenin, fëmijë i afërt, burr i zgjuar dhe me humor të hollë, që mbante bagëti dhe dinte çdo gjë rreth kafshëve. Kishte Fatmen, gruan e moshuar me kapele të zezë gjithmonë mbi kokë, që vazhdonte të punonte tokën edhe kur fëmijët i kishin thënë të pushonte, dhe ajo u kundërpërgjigjte me qetësi se puna nuk të vret, mungesa e saj po. Kishte Sadien, vajzën e re të fshatit, mësuese e ardhur nga qyteti, që çuditej me gjithçka dhe pyeste shumë dhe bënte gjithçka të ndihej pak i freskët me sytë e saj të jashtëm. Ky rreth njerëzish ishte bota sociale e Besimit. Nuk ishte e gjerë, por ishte e thellë. Nuk dilte shpesh jashtë fshatit. Nuk ishte nevojë. Gjithçka kishte nevojë, ishte aty. Ndërkohë, bota jashtë fshatit nisi të lëvizte me shpejtësi të shtuar. Lajmet vinin me vonesë, por vinin. Njerëzit flisnin rreth investimeve, rreth kompanive të huaja, rreth tokave bujqësore që po bliheshin në vende të ndryshme. Dikush i tha se ndërtuesit e mëdhenj kishin filluar të shikojnë nga fshatrat periferike, ku toka ishte ende e lirë dhe panoramat ishin të pashkelura. Besimi dëgjonte këto biseda me vëmendje, por pa nervozizëm. Nuk kishte asgjë rreth tij që ta bënte të ndihej i kërcënuar. Toka e tij ishte e tij, askush nuk mund ta merrte pa lejen e tij. Por pastaj erdhi ditë kur gjërat ndryshuan. Ishte një mëngjes si shumë të tjerë. Besimi kishte dalë herët, kishte bërë rrethin e zakonshëm në përara, kishte kontrolluar ujitjen, kishte parë se pemët kishin nevojë për krasitje dhe e kishte shënuar mendërisht për ditën tjetër. Ishte duke u kthyer drejt shtëpisë kur pa një makinë të bardhë, të pastër, krejtësisht jashtë vendit mes ballit dhe pluhurit të fshatit, të parkuar pranë shtëpisë. Dy burra kishin zbritur. Ishin veshur me kostume, ato që nuk shiheshin shumë nëpër fshat. Kishin laptop dhe çanta lëkure, kishin atë pamje të njerëzve që janë mësuar të arrijnë çfarë duan, atë lloj sigurie shpinore të dikujt për të cilin refuzimi është gjë e rrallë. Baba i Besimit, Ramoja, qëndronte pranë derës dhe i dëgjonte me atë qetësi të tij të zakonshme, pa treguar as mirëpritje të tepruar, as dyshim. Thjesht dëgjonte. Kur Besimi u afrua, njëri nga burrat u kthye dhe e shikoi me sytë e vlerësimit të shpejtë që bëjnë njerëzit e biznesit. Pastaj shtriu dorën dhe u prezantua me emrin dhe titullin, por Besimi nuk e mbajti mend asnjërin. Mbajti mend vetëm buzëqeshjen, e cila ishte miqësore, por kishte diçka prapa saj, diçka si llogaritje. Kemi ardhur të flasim rreth tokës suaj, kishte thënë burri, me atë ton të butë, por të drejtë për drejtë. Kemi dëgjuar shumë mirë për tokën e kësaj zone, jemi të interesuar. Kur flasim rreth tokës dhe njerëzve të tokës, duhet të kuptojmë diçka themelore. Toka nuk është pronë për ta vetëm në kuptimin ligjor, është identitet, është kujtesa, është lidhje me ata që kanë qenë para teje dhe me ata që do të vinë pas teje. Kur dikush ta blen tokën, ta blen siç mund të mendosh edhe pak nga vetja. Besimi e kishte kuptuar këtë instinktivisht, jo intelektualisht. Nuk mund ta shpjegonte me fjalë nëse do ta pyesnin, por ndjenja ishte e qartë si uji i maleve. Toka e tyre nuk ishte mall. Burrat kishin hyrë brenda. Nëna e Besimit, Fatimja, kishte shërbyer kafe dhe sheqer sipas zakonit, me atë mikpritje natyrale të fshatit, ku edhe i panjohuri merr vendin e miqut. Burrat kishin pirë kafen me mirënjohje dhe kishin hapur laptopët. Ishte gjë e çuditshme, ato ekrane ndriçuese në atë dhomë rauxhak dhe rafte me enë buke. Dy botë kishin takuar dhe distanca mes tyre ishte e ndjeshme fizikisht, si temperatura e dy rrymave uji. Kishin prezantuar planin me slajde dhe grafik, kishin pasur fidele dhe fjalë teknike, kishin folur rreth zhvillimit, rreth investimit, rreth mundësisë. Kishin thënë se zona kishte potencial të madh turistik, se vendi ishte i bukur, se toka e tyre specifikisht ishte në një pozicion ideal, me pamje nga malet dhe afërim me rrugën e re që kishte nisur të ndërtohej. Ramoja kishte dëgjuar gjitha, Besimi gjithashtu. Nuk kishin ndërhyrë, nuk kishin pyetur gjatë prezantimit, kishin pritur. Kur burrat kishin mbaruar, kishte rënë heshtja. Heshtja e zakonshme e dibrës, e plot dhe e qëllimshme.
Pastaj njëri nga burrat kishte thënë numrin. Kishin thënë se kishin bërë vlerësime, kishin konsultuar ekspert, kishin marrë parasysh çmimin e tregut dhe potencialin e ardhshëm. Ofertonin shumën e konsiderueshme. Nuk ishte ende milioni, por ishte shumë e madhe për standardet e atij fshati. Babai Ramoja kishte shikuar Besimin, Besimi kishte shikuar baban, kishte qenë vetëm një shikim, por kishte qenë bisede plot pas një fjalë. Faleminderit, kishte thënë Ramoja pastaj, me zërin e tij të ulët dhe të qetë. Do ta mendojmë. Burrat kishin lënë kartën e tyre dhe kishin dalë. Makina e bardhë kishte nisur rrugën poshtë, duke ngritur pas vetes pluhur të lehtë. Familja kishte qëndruar aty, në heshtje, për disa minuta. Nëna Fatimia kishte mbledhur filxhanët e kafes me lëvizje të qeta. Gjyshi Zeqiri, i ulur në këndin e tij të preferuar, kishte ngritur syt nga zjarri dhe kishte thënë: "Ç'duan ata?" "Tokën," kishte thënë Ramoja. Gjyshi kishte kthyer syt te zjarri, nuk kishte thënë asgjë tjetër. Kjo heshtje kishte qenë përgjigja. Besimi nuk kishte fjetur mirë atë natë, jo nga ankth, jo nga lakmia e parave, por nga diçka tjetër, diçka si shqetësimi thellë, sikur ndjen se diçka ka ndryshuar, pa e ditur sakt çfarë edhe pse. Kishte shtrirë syt hapur ndaj tavanit të dhomës, duke dëgjuar zërat e natës jashtë, duke menduar. Kishte menduar rreth baban, rreth gjyshit, rreth tokës, rreth gjithë atyre mëngjeseve të hershme, gjithë atyre ditëve të lodhjes, gjithë atyre korrjeve që kishin dhënë gëzim. Thjesht të vërteta. Kishte menduar rreth fjalës zhvillim dhe si njerëzit e kishin përdorur aq lehtë, si të ishte gjithmonë e mirë, si të mos kishte asnjëherë kosto. Kishte menduar edhe rreth parave. Nuk ishte i verbër ndaj tyre, dinte se çfarë do të thoshte ajo shumë. Do të thoshte se babai nuk do të kishte nevojë të punonte më me shpinën e dhembur. Do të thoshte se motra e vogël do të mund të shkonte në universitetin më të mirë. Do të thoshte siguri, liri, mundësi. Por cilën liri? Cilën mundësi? Të bëheshin çfarë? Të shkonin ku? Dhe kush do të ishte pastaj toka? Kush do të qëndronte mbi të? Çfarë do të ndërtohej aty? Do një kompleks turistik me çadra dhe pishina, me muzikë të lartë dhe njerëz me syze dielli që nuk dinin emrin e një bime të vetme rreth tyre? Mendimi e kishte shqetësuar, por pa dhimbje. Thjesht kishte ndjerë diçka si përgjigje natyrore, si organizmi ndaj diçkaje të huaj. Kishte fjetur me agim, dhe kur u çua, ishte si çdo mëngjes tjetër. Ka punë, ajo nuk pret. Javët pas vizitës së parë kaluan me ritmin e zakonshëm. Punë, heshtje, cikle natyre. Por diçka kishte ndryshuar paksa, sikur lumi ka ndëruar shtrat pak, nuk e vënë re me sy, por ecja ndihet ndryshe. Burrat ktheheshin her pas here, jo gjithmonë njëjtë, ndonjëherë vetëm me telefon. Ofertonin takime, ftonin për në qytet për diskutime formale. Ramoja dhe Besimi shkonin her pas here, dëgjonin, falenderonin, ktheheshin. Nuk jepnin as po as jo, thjesht ekzistonin në procesin e tyre, sigur në lumë që lumi nuk i lëviz dot, ndryshon rrjedhën rreth tyre. Por oferta nisi të rritej. Kjo ishte diçka që Besimi nuk e kishte pritur. Mendonte se refuzimi i heshtur do t'i largonte, por investitorët, doli, nuk largoheshin lehtë kur kishin vendosur për diçka. Ata kishin parë vlerë aty, dhe sa more e kuptonin se familja nuk ishte e gatshme të shiste lehtë, aq më more u bëhej interesante sfida. Shtuan në ofertë, pastaj shtuan sërish, pastaj ndryshuan termat, ofruan edhe pjesë nga fitimet e hartshme, ofruan edhe punë për Besimin vetë si menaxher toke nëse dëshironte, ofruan gjithçka mund të mendonin. Ishte gjatë kësaj periudhe që Besimi nisi të kuptonte diçka të rëndësishme. Njerëzit e parave mendonin se çdo gjë kishte çmim, çdo gjë mund të blihej nëse shifra ishte e duhur. Nuk ishte cinizëm nga ana e tyre, nuk ishte as keqdashje, ishte bot kuptimi i tyre. Kishin rritur brenda një sistemi ku vlera matej ndryshe, ku njeriu me 5 para dhe punë të ndershme kishte dinjitet të barabartë me njeriu me 50 para. Ku toka vlente jo se sa kushtonte në treg, por se sa jetë kishte mbajtur mbi të. Ku gjërat e vërteta nuk kishin etiketë çmimi. Kishte ditë kur fqinjët flisnin. Fshatrat janë vende ku lajmet lëvizin shpejt, dhe privatësia është iluzioni
mirë i ruajtur vetëm kur nuk ka asgjë interesante për të ruajtur. Lajmi se 2 burra me kostume kishin ardhur dhe kishin ofruar para të mëdha për tokën e familjes së Besimit, kishte lëvizur në përfshat si era, pa u parë, por duke u ndjerë. Reagimet ishin të ndryshme. Kishte njerëz që e kishin marrë me kureshtje dashamirëse, me pyetje të hapura dhe interes të sinqert. Kishte të tjerë, pak, që kishin treguar pak zili, atë lloj zilie jo të errët, por të asaj njeriu që mendon, pse jo unë? Kishte edhe ata që e kishin shikuar me keqardhje të fshehur, duke menduar se Besimi dhe babai i tij do t'i kishin të vështira të rezistonin. Por ndër të gjitha reagimet, ai i Muharremit, të moshuarit të fshatit, ishte ai që kishte qëndruar me Besimin. Muharremi kishte ardhur një mbrëmje, si zakonisht pa paralajmërim, ashtu siç vinin njerëzit e fshatit e njëri tjetri, pa formalitete dhe me dyer të hapura. Kishte hyrë, kishte ulur bastonin pranë pragut, kishte zënë vendin e tij të preferuar, karriken e drurit pranë dritares dhe kishte kërkuar çaj. Kishin pirë çaj në heshtje finimisht. Muharremi kishte atë zakon të veçantë të mos nxitohej kurrë në bisedë. Çdo gjë e tij kishte ritmin e ujit të maleve, që nuk vrikullonte, por ecte me qëllim. Pastaj kishte thënë: "Dëgjova për burrat me makinë të bardhë." "Po," kishte thënë Besimi. "Çfarë ke ndërmend?" Besimi kishte shikuar çajin në filxhan. "Nuk kam ndërmend asgjë ende, po dëgjoj." Muharremi kishte u ngajtur me kokë ngadalë, si dikush që aprovon pa e treguar hapur. Pastaj kishte filluar të flas, jo direkt rreth tokës apo ofertat, por rreth diçkaje tjetër. Kishte filluar të tregonte rreth një fshati tjetër, në rajonin tjetër, që e kishte parë vet vite më parë. Kishte qenë fshat i ngjashëm me tyre, me njerëz të ngjashëm, me tokë të ngjashme. Kishte ardhur edhe aty investitor. Kishte shitur shumica. Kishin marrë parat, kishin ndërtuar shtëpi të reja me tull dhe cimento, kishin bler makina, kishin dërguar fëmijët në qytete. Dhe pastaj, kishte pyetur Besimi. Pastaj, kishte thënë Muharremi me atë zë të ulët e të matur, pas 10 vjetësh shkova ta shihja. Nuk e njoha. Nuk ishte fshat more. Kishte ndërtesa të larta dhe parkim dhe hotel me drita shumëgjyrshe, por njerëzit e vjetër të fshatit, ata që kishin shitur, qëndronin nëpër kafene dhe shikonin. Kishin para, po, por kishin humbur diçka tjetër. Kishin humbur vendin ku dinin kush ishin. Heshtja kishte rënë sërish. Toka nuk mbahet vetëm me duar, kishte vazhduar Muharremi, duke ngritur syt tek Besimi. Mbahet me vendim. Çdo ditë, çdo mëngjes kur çohesh dhe del ta punosh ke marr vendim. Jo vetëm ekonomik, vendim se kush je. Besimi e kishte dëgjuar me gjithë qenjen, dhe ato fjalë kishin zënë vend brenda tij jo si urdhër, por si pasqyrë. Kishte parë veten atje, kishte parë rrugën para tij. Kur Muharremi ishte larguar atë mramje, Besimi kishte dalë jashtë. Kishte qëndruar nën qiellin e plot me yje, diçka që nuk kishte kurrë mungesë në dibrën e maleve. Kishte marrë fryma të ajër, të pastër dhe pak të freskët, me erën e tokës dhe barit, dhe diçkaje të padefinueshme që nuk kishte emër, por kishte gjithmonë qenë shtëpia. E dinte se çfarë do të bënte. E kishte ditur ndoshta gjithmonë, por tani e dinte edhe pse. Nuk ishin vetëm ata 2 burra me kostume. Pas tyre erdhi edhe i treti, dhe ai i treti ishte ndryshe. Quhej Dritan, ishte shqiptar, nga qyteti, por kishte jetuar jashtë shtetit për vite të tëra dhe kishte ardhur me kapitalin e grumbulluar atje. Nuk ishte si të tjerët, kishte mënyrë tjetër komunikimi, nuk ishte korporatist dhe i ftohtë, ishte i ngrohtë, me humor, me aftësinë e dikujt që di të përshtatet. Dilte mirë me njerëzit e fshatit, dinte t'u fliste, dinte t'i dëgjonte. Kjo e kishte bërë të rrezikshëm, nëse mund ta quajë kështu. Jo sepse kishte qëllime të këqija, por sepse ishte bindës. Kishte atë lloj karizme që të bën të ndihesh i mirëkuptuar, i respektuar, i trajtuar si i barabartë. Dhe kjo, Besimi e dinte nga instinkti, ishte mjeti i tij kryesor. Dritan kishte ardhur jo me laptop dhe prezentime, kishte ardhur me duar të bosh dhe me buzëqeshje. Kishte ulur me familjen, kishte ngrënë bukë me ta, kishte pyetur rreth pemëve furtore, rreth kullave të vjetra të fshatit, rreth historisë, kishte dukur i interesuar i vërtet, dhe ndoshta ishte, por interesimi i tij
kishte një drejtim. Kishte qëndruar disa ditë, jo në hotel, sepse nuk kishte hotel, por kishte gjetur strehim tek një familje tjetër e fshatit. Kishte lëvizur lirshëm, kishte folur me njerëz të ndryshëm, nuk kishte folur rreth parave menjëherë, kishte ndërtuar marrëdhënie. Kur kishte filluar të flasë rreth projektit, e kishte bërë ndryshe nga të tjerët. Nuk kishte folur rreth shitjes, kishte folur rreth partneritetit. Kishte thënë se nuk donte t'i merrte tokën Besimit, donte të punonin bashk. Kishte propozuar model ku familja mbante pronësinë nominale, por toka përdorej për projektin e ri dhe fitimet ndaheshin. Ishte propozimi i mençur, dhe Besimi e dinte pse ishte i mençur, sepse hiqte obstakulin kryesor psikologjik, pronësia. Njerëzit rezistonin të shisnin, por partneritetin e pranonin lehtë. Dhe partneriteti, me kalimin e kohës me kontratat e duhura dhe rrethanat e duhura, mund të bëhej praktikisht e njëjtë me shitjen. Besimi e kishte shikuar Dritanin gjatë kur i kishte shpjeguar planin. Kishte shikuar sytë e tij, mënyrën si flisnin duart, ritmin e fjalëve. Nuk kishte parë keqdashje, por kishte parë diçka tjetër, diçka si distancë të fshehur, si shikimi dikujt që e shet tokën si pasuri, jo si jetë. Kishte pyetur Dritanin: "Ku ke rritur ti?" Dritan kishte habitur paksa nga pyetja, por kishte përgjigjur: "Në Tiranë, por kam jetuar shumë vite jashtë." "Ke punuar ndonjëherë tokë?" "Jo drejt për drejt, kam punuar me bujqësinë si sektor, me financimet." "Po, por duart, ke futur ndonjëherë duart në dhe?" Dritan kishte buzëqeshur, jo me mlef, por me atë buzëqeshje të dikujt që e pranon pikën e bërë. "Jo, nuk kam." Besimi kishte pohuar, nuk kishte thënë asgjë tjetër rreth kësaj, por mesazhi kishte qenë i qartë. Ka gjëra që i di vetëm nëse i ke jetuar, dhe pikërisht ato gjëra kishin rëndësi te ky vendim. Dritan kishte qëndruar edhe 2 ditë. Kishin bërë shëtitje në për tokë bashk. Besimi i kishte treguar çdo cep, çdo pemë, çdo cop me histori. I kishte treguar se kjo pemë fiku e kishte mbjell gjyshi para shumë vitesh, që ky kanion i vogël ishte rruga e ujit prej shekujsh, që ky gur i gjerë afër rrjedhës kishte qenë vendi ku burrat e fshatit mblidheshin dikur në përmbrëmje. Dritan kishte dëgjuar me vëmendje gjithnjë e më serioze. Ndonjëherë kishte heshtur për minuta të tëra pas diçkaje të thënë nga Besimi. Kishte pasur momente ku Besimi kishte kuptuar se njeriu para tij nuk ishte krejtësisht i paprekur, se kishte diçka njerëzore atje, nën shtresën e kapitalit dhe strategjisë. Por Dritan kishte ardhur me mision, dhe misionin e kishte kryer. Kishte lënë mbrapa ofertën finale, e shprehur bukur, e paketuar me respekt dhe mirëkuptim, por ishte atje, shuma e plot, afati, kushtet. Ishte €1.000.000. Herën e parë që Besimi e dëgjori atë shifër të thënë me zë, e kishte ndier diçka fizike, sikur ngrem diçka shumë të rëndë papritur dhe muskujt reagojnë para mendjes. Por ajo ndjesi kishte kaluar shtet. Kishte lënë pas vetes jo dëshirë, por qartësi. Ishte nata pasi Dritan kishte lënë ofertën dhe ishte larguar të nesërmen, duke premtuar se do të priste përgjigje brenda disa javësh, kur Besimi bëri diçka të rrallë. Nuk fleu fare. Nuk ishte ngritje anktioze, nuk ishte torturë mendore. Ishte zgjedhje e ndërgjegjshme. Ai donte të ndërronte bisedë me veten dhe me tokën dhe me natën, pa ndërhyrje. Kishte dalë rreth mesnate, kishte kaluar nëpër ara me dritën e hënës si udhërfyes. Hëna ishte e plota të natë, ajo lloj hëne që hedh hije të qarta dhe bën botën të duket si fotografi e vjetër, me kontraste të forta dhe kolorit të heshtur. Kishte ecur ngadalë, duke shkelur mbi tokë me ndërgjegje, ndoshta me ndërgjegje të shtuar për hir të asaj nate. Kishte ndjer tokën nën këpucë, të ashpër këtu, të butë atje. Kishte kaluar pranë pemës së fikut, kishte vendosur dorën mbi lëvoren e saj, kishte ndjer asperitetet nën shupjakën e tij. Kjo pemë kishte qenë aty para tij, kishte qenë aty pa të, do t'i ishte aty pas tij, nëse e lihej. Kishte qëndruar gjatë pranë lumhathit, uji kishte zërin e vet, ritmin e vet, ishte gjallëri konstante që nuk ndalet kurrë, nuk shlodhesh dhe nuk lodhet. Kishte ulur të menduarit dhe kishte dëgjuar vetëm atë zë, dhe ndjesia kishte qenë si meditacion, si hapje graduale e diçkaje të mbyllur. Mendoi rreth gjyshit zeqyri.
Gjyshi ishte i sëmur tani, kishte kaluar vitet e fundit me shëndet gjithnjë e më delikat. Fliste pak, hante pak, por syti kishte ende të zgjuar dhe kuptohej se mendonte shumë. Kishte ditë kur besimi ulej pranë tij dhe thjesht rrinin bashk, pa folur, dhe kjo kishte vlerën e vet, ishte komunikimi llojit tjetër. Kishte menduar rreth asaj që gjyshi I kishte thënë dikur, rreth tokës që jep gjithmonë diçka, dhe çështje se si I kthehesh. Kishte menduar rreth Muharremit dhe fshatin e shitur dhe njerëzve që shikonin ndërtesa të huaja në vendin ku kishte qenë shtëpia e tyre shpirtërore. Kishte menduar rreth parave. Kishte qenë I sinqert me veten rreth kësaj, si rrallë. Kishte pranuar se paratë do të kishin ndryshuar shumë gjëra. Kishte pranuar se kishte momente vështirësie, kur bora vinte dhe rezervat ishin të pakta, kur mjekimi I dikujt nga familja kushtonte dhe I gjenje vetes duke bërë llogari të pamenduara. Kishte pranuar se milioni do t'i kishte hequr shumë shqetësime, do t'kishte hapur dyer të reja. Por çfarë dyeri? Drejt ku? Dhe çfarë do t'kishte mbyllur pas vetes? Dhe aty, në hënën e plot, pranë lumhëthit të maleve, kishte ardhur mendimi I qartë si ujë I vet. Ai nuk refuzonte parat. Ai refuzonte shkëmbimin, refuzonte idenë se kjo tokë, kjo histori, kjo lidhje mund të kishte ekuivalent në asnjë monedhë. Derisa dielli nisi të ngrihej, besimi kishte hyrë brenda me vendim të marrë. Lajmi se besimi kishte vendosur të refuzonte ofertën e milionit u përhap në përfshat me shpejtësinë e zakonshme të këtyre vendeve ku privatësia është relative, dhe reagimet ishin të papritura, të ndryshme dhe ndonjëherë të dhimbshme. Kishte njerëz që e kishin mbështetur pa hezitim. Muharremi si pritej, por edhe disa tjerë, zakonisht të moshuarit, ata që kishin parë më shumë dhe kishin mësuar se ju gjithçka matet me paratë e momentit. Ata kishin buzëqeshur, kishin ndothitur, kishin thënë pak fjalë, dhe ato pak fjalë kishin qenë si bekime. Por kishte edhe tjerë. Kishte fqinj, njerëz me të cilët besimi kishte rritur, kishte ngrënë, kishte punuar, që nuk e kuptonin. Jo keqdashës, por sinqerisht të humbur. Disa e thoshin hapur. Pse? Çfarë do të bënit? Fitosh duke mbajtur tokën? Ke mundësi të sigurohesh një herë për gjithë. Fëmijët e tua do të kishin jetë tjetër. Kishte edhe një nga kushërinjt, Fatosi, njeri I zgjuar dhe me ambicie, që kishte punuar në qytet dhe kishte ardhur vetëm gjatë festave. Fatosi kishte ardhur specifikisht pas lajmit, kishte zënë vend me besimin dhe kishte folur gjatë, me logjikë dhe me argumente, me atë stil cilit kishe vështirë t'i gjeje të meta nga jashtë. Besim, kishte thënë Fatosi. Unë të kuptoj emocionalisht, por emocionet nuk paguajnë faturat. Mendoje kjo çfarë do të thotë praktikisht. €1.000.000. Mund ta investosh, mund ta bësh punë tjetër, punë që nuk të thanë shpinën. Mund të dërgosh fëmijët tua, kur t'i kesh, në shkollat më të mira. Kjo tokë, Besim, me gjithë respektin, nuk do të ta jap kurrë këtë. Besimi kishte dëgjuar me qetësi. Pastaj kishte thënë: "Ke të drejtë rreth shumë gjërash, Fatos, por ke gabim rreth një gjëje kryesore." "Çfarë?" "Se unë jam duke humbull diçka duke qëndruar. Nuk po humbas asgjë. Unë jam duke qenë saktësisht aty ku dua të jem, duke bërë saktësisht atë që dua të bëj. Sa njerëz mund ta thonë këtë?" Fatosi kishte heshtur, kishte parë Besimin me atë shikimin e dikujt që dëgjon diçka që nuk e pret dhe nuk e procesoj menjëherë. Pastaj kishte thënë me zë pak më të ulur: "Por nuk ke asgjë." "Kam gjithçka kam nevojë," kishte thënë Besimi. "Gjëja e ndryshme mes nesh është se ti mendon se kemi nevojë për të njëjtat gjëra." Ajo bisedë kishte mbetur. Fatosi kishte ikur pa u bindur, por diçka kishte ndryshuar pak te mënyra si e shikonte. Kishte atë hije dyshimi rreth sigurisë së tij. Edhe nëna kishte pasur momentet e saj. Fatimia ishte grua e fortë, si shumica e grave të maleve. Ato gra që mbajnë gjithçka bashkë me duar dhe shpirtin kur burrat luftojnë me botën. Por kishte natë kur Besimi e kishte dëgjuar duke folur me zë të ulët me Ramojen, dhe kishte kuptuar se edhe ajo shqetësohej, jo nga lakmia, por nga kujdesi amëror I pastër, ajo dëshire pa fund e çdo nëne për të parë fëmijën e saj të sigurt. Besimi kishte hyrë natën tjetër dhe I kishte folur nënës drejt për drejt. Kishte ulur pranë saj, kishte marrë duart e saja, ato duar me punë të shumë, dhe I kishte thënë: "Nën, nuk jam I varfër.
Jam i pasur me gjërat që vlejnë, dhe ti më ke mësuar vetë se cilat janë ato. Fatimia e kishte qarë pak, ato lot të heshtur të nënave që nuk janë dobësi, por dashurie e pluar. Pastaj kishte tharë syt, kishte shtrënguar duart e djalit të saj dhe kishte thënë: "Ke të drejtë, ti gjithmonë e ke ditur rrugën." Ka gjëra rreth jetës bujqësore që nuk i kupton nëse nuk i ke jetuar. Nuk janë romantike. Nuk janë si fotot me filtra të arta në rrjete sociale, me gru të artë në diell dhe buzëqeshje të pastër. Ka dhimbje, ka lodhje të vërtet, ka ditë kur gjithçka del keq dhe nuk ke mundësi ta ndreqësh. Por ka edhe diçka tjetër. Ka të ndjesi kur mbill diçka me dorën tënde dhe e sheh të dal jashtë tokës. Nuk është thjesht bim, është dëshmi, është konfirmim se jeta vazhdon, se puna ka kuptim, se raporti jot me botën është real dhe i drejt për drejt. Besimi kishte këtë raport me tokën çdo ditë. Çdo mëngjes kishte diçka konkrete, të prekshme, të matshme me syrin e tij. Jo raporte financiare, jo grafik, jo prezantime. Pemë, fruta, tokë e punuar, ujë i drejtuar me durim, rezultate që kishin erë dhe ngjyrë dhe shije. Kishte vite kur korrjet ishin të mira dhe kishte gëzim real, i thjesht dhe i pastër. Kishte vite kur kushtet nuk ishin qenë të mira dhe kishte mësimet e fituara me vështirësi. Por çdo vit kishte mësuar diçka. Çdo vit kishte shtuar stres mbi stres në atë njohuri të grumbulluar që nuk mund të lexohej në asnjë libër. Dinte kur toka kishte nevojë për pushim. Dinte kur lagështia nën sipërfaqe ishte e mjaftueshme pa ujitje shtesë. Dinte shenjat e hershme të sëmundjeve të bimëve para se ato të bëheshin serioze. Dinte erërat e ndryshme të stinëve dhe çfarë sillnin me vete. Dinte zërat e natës dhe çfarë tregonin për mot. Kjo njohuri nuk ishte thjesht praktike, ishte filozofike. Ishte mënyra e tij për të kuptuar se si funksiononte bota dhe nëpërmjet kësaj, mënyra e tij për të kuptuar veten. Kishte lexuar pak, jo shumë, por kishte lexuar disa gjëra. Kishte libra të vjetër të gjyshit rreth bujqësisë tradicionale. Kishte lexuar disa libra filozofie popullore, ato lloj librash të thjesht por të thellë, dhe kishte gjetur aty pasqyrimin e asaj që kishte mësuar vet, konfirmimin e asaj që dinte instinktivisht, se njeriu i lumtur nuk është ai me më shumë, por ai që ka saktësisht sa ka nevojë dhe di çfarë është. Nuk ishte asket, nuk urrente pasurinë, nuk mendonte se pasuria ishte e keqe. Mendonte thjesht se pasuria, si çdo gjë tjetër, ishte mjet dhe vlera e mjetit varej tërësisht nga përdorimi. €1.000.000 në duart e dikujt që nuk dinte çfarë të bënte me jetën e tij, ishte thjesht presion shtesë. €1.000.000 në duart e dikujt me vizion mund të bënte gjëra të bukura. Por ai kishte vizionin e tij dhe ai vizion nuk kërkonte €1.000.000. Kishte tokën, kishte duart, kishte dijen, kishte familjen, kishte komunitetin, kishte diçka nga të gjitha sa kishte nevojë. Ishte logjike thjesht, pothuajse matematikore. Nëse ke gjithçka ke nevojë, shtimi nuk të pasuron. Ndryshon thjesht cilësinë e asaj që ke dhe jo detyrimisht drejt mirë. Gjyshi Zeqiri filloi të dobësohej me hapa të ngadalt, por të sigurt, si stina që ndryshon pa ndalje. Kishte mëngjes kur nuk ngrihej nga shtrati pa ndim, dhe kjo për një njerëz si ai ishte diçka që dhëmte jo fizikisht, por shpirtërisht. Ajo humbje e pavarësisë që njerëzit e fortë e ndjejnë si lëndim i brendshëm. Besimi ishte ai që kujdesej për të çdo ditë. Jo vetëm sepse ishte detyrë, por sepse donte. Kishte diçka rreth atij njeriu të vjetër, atij zëri të ulët dhe atyre syve të mprehta që e tërhiqte. Sikur pranë tij mësonte ende, sikur çdo bisedë kishte thellësi që nuk shterohej. Kishte ditë kur gjyshi kishte humor të mirë dhe flisnin gjatë. Flisnin rreth tokës, rreth motit, rreth njerëzve të fshatit. Her pas here gjyshi tregonte kujtime, fragmente nga jeta e hershme, të cilat besimi i dëgjonte si poezi, me vëmendjen e dikujt që di se ato fjalë nuk do të thonat dy herë. Kishte treguar rreth babait të tij, Azem Zeqiri, stërgjyshi të besimit, burrit që kishte ndërtuar shtëpinë aktuale me duart e veta dhe gurët e maleve.
Kishte treguar si kishte zgjedhur vendin me kujdes, si kishte parë drejtimin e diellit, drejtimin e erës, largësinë nga uji, shtresat e dheut. Çdo vendim kishte arsye, çdo gur kishte vend me logjik. Kishte qenë arkitekt pa titull, inxhinier pa diploma. Kur njeriu ndërton për vete, kishte thënë gjyshi Zeqiri një herë, ndërton për 100 vjet. Kur ndërton për të shitur, ndërton për 10. Besimi e kishte marrë me vete ato fjali. Kishte edhe mbrëmje kur gjyshi ishte i lodhur dhe kishte vetëm pak fjalë, por edhe ato pak fjalë kishin dendësinë e tyre. Kishte mbrëmje kur kishte heshtur tër kohën dhe pastaj, duke e la mbrëmjen, kishte thënë: "Djalë, mos lër kur dikush të tregojë vlerën e tokës tënde. Ti e di." Besimi e dinte se gjyshi e kishte dëgjuar rreth ofertave. Gjithë fshati e dinte, dhe kjo fjali kishte qenë mbështetja e tij, i vetmi koment që kishte bërë rreth gjithë çështjes, i qartë, i shkurtër, i pakthyeshëm. Gjyshi kishte vdekur disa javë pasi oferta finale ishte refuzuar zyrtarisht. Kishte vdekur natën, qetësisht, si dikush që mban gjakninë e tij deri në fund. Besimi kishte qenë pranë tij. Kishte mbajtur dorën e tij, ato duar të trasha e të vjetra, dhe kishte ndier çastin kur frymëmarrja ndalua. Kishin varrur gjyshin në varrezat e fshatit, aty ku varrosen gjithë njerëzit e asaj toke, pranë njëri tjetrit, brez pas brezi, si fara të mbjella në të njëjtin kopsht. Besimi kishte qëndruar gjatë pranë varrit pas ceremonisë, kur të tjerët ishin larguar. Kishte ndier diçka komplekse, e dhimbshme por e plot. Si gjithçka kishte një kuptim edhe nëse kuptimi nuk shpjegohej lehtë. Ishte aty, pranë varrit të gjyshit, që besimi kishte kuptuar diçka finale rreth arsyes pse kishte refuzuar. Jo si mendim i ri, por si konfirmimi diçkaje që kishte ditur gjithmonë, por nuk kishte gjetur fjalët. Toka nuk ishte vetëm e besimit, nuk ishte qenë kurrë vetëm e tij. Ishte lidhja mes gjithë atyre njerëzve, gjithë atyre brezave, gjithë atyre historive. Ai ishte vetëm gjymtyra e fundit të zinxhirit, kujdestari i momentit. Dhe kujdestarët nuk shesin. Pas vdekjes së gjyshit, Dritana erdhi sërish. Ndoshta mendoi se trishtimi do ta bënte besimin më të ndjeshëm, më të hapur ndaj ndryshimit. Ndoshta nuk ishte llogaritur as pak kështu, dhe ishte thjesht rastësi e kohës. Besimi nuk ishte njëri që mendonte keq për njerëzit pa arsye, por erdhi, dhe këtë herë nuk solli laptop, nuk solli propozime të reja, solli ngushëllime të sinqerta, ushqim si zakon i vendit, dhe ul bashkë me familjen. Dhe këtë herë ndoshta ishte njëri tjetër, sepse ngrënjet e varreve të bëjnë njerëzit ndryshe, të t'i bëjnë të tërhiqen prapa dhe të mendojnë rreth asaj çfarë vlen realisht. Kishin folur pak atë pasdite, jo rreth biznesit, jo rreth tokës. Kishin folur rreth gjyshit, rreth kujtimeve, rreth jetesës. Dhe Dritan, ndoshta për herë të parë me sinqeritetin e plot, kishte thënë: "Besim, unë nuk të kuptova kur fillimisht refuzove. Mendova se je kokfort ose naiv, por tani, duke dëgjuar rreth gjyshit tënë dhe duke parë si jeni si familje, ndoshta ki diçka që shumë prej nesh kanë humbur." Besimi nuk kishte thënë: "Keni gabuar", ose "Unë kisha të drejtë". Kishte thënë thjesht: "Shpresoj ta gjesh atë gjë, Dritan, çfarëdo forme të ketë për ty." Dritan ishte larguar natën, nuk u kthye më. Dhe pas ti, pas gjithë atyre muajve me njerëz të rinj dhe oferta dhe mendime, pas trishtimit të gjyshit dhe qetësisë që vjen pas, jeta kishte zënë në ritmin e saj sërish. Si lumi i tyre, i cili nuk ndalej as gjatë stuhive, vazhdonte. Ishte pranvera kur gjërat filluan të qartësohen, si qielli pas shiut. Besimi punonte, si gjithmonë, por kishte diçka të shtuar në mënyrën e tij, diçka si vendosmëri e re, e qetë. Kishte filluar të bëjë gjëra që i kishte menduar prej kohësh, por nuk i kishte realizuar. Kishte shtuar varietete të reja bimësh, kishte përmirësuar sistemin e ujitjes me mënyrë tradicionale por më efikase. Kishte filluar të ruaj farat me kujdes sistematik. Jo ndryshime dramatike, por ato të vogla, kumulative, ato që tregojnë njëri me plan afatgjat. Kishte filluar edhe të flasë me të rinjtë e fshatit, ata pak që kishin mbetur, rreth metodave bujqësore. Jo si mësues me autoritet, por si dikush që ndan atë që di. Kishte pasur disa të rinj të interesuar, kurioz, të cilët vinin pas bunës dhe pyesnin. Besimi u tregonte me durim dhe kënaqësi. Sadia, mësuesja e fshatit, kishte propozuar diçka, të organizonte takime informale, ku Besimi dhe disa të tjerë me njohuri tradicionale do të ndanin ato njohuri me të rinjt. Kishte qenë ide e thjeshtë,
pa financin, pa strukturë komplekse. Thjesht njerëz ulur bashk, duke folur, duke mësuar. Besimi kishte pranuar me kënaqësi, dhe ato takime, 2 herë në muaj, kishin bërë diçka të papritur. Kishin sjell komunitetin bashk me mënyrë ndryshe, jo vetëm rreth problemeve apo festave, por rreth dijes, rreth historisë, rreth asaj çfarë dinin dhe nuk e kishin shkruar. Muharremi kishte ardhur gjithmonë, kishte sjell dijen e tij rreth bimëve shëruese dhe kohëve të mbjelljes. Kishte ardhur edhe Fatja, gruaja e vjetër me kapelën e zezë, dhe kishte treguar teknikat e vjetra të ruajtjes së ushqimit, si bëhet djathi, si ruante mishi, si thahen bimët aromatike. Dija që kishte rrezikuar të humbiste me brezin e tyre, filloi të kaloi. Besimi e dhënte re me gëzim të qetë. Kjo ishte ajo çfarë kishte kuptuar. Vlera e tokës nuk ishte vetëm ekonomike, dhe nuk ishte as thjesht sentimentale. Ishte e gjallë, ishte e lidhur me njerëzit, me dijen, me komunitetin, dhe ajo vlerë nuk mund të blihej dhe të shitej pa u shkatruar. Nuk kishte kërkuar famë. Nuk e kishte menduar kurrë veten si shembull apo simbol. Ishte thjesht bujk nga Dibra që kishte bërë zgjedhjen e tij dhe jetonte me të. Por historia kishte udhëtuar, si gjithë historitë e vërteta. Dikush nga fshati i tyre kishte folur me dikën nga qyteti. Ai dikush kishte treguar tek gazetari. Gazetari kishte shkruar, dhe papritur, Besimi kishte parë emrin e tij dhe historinë e tij të shkruar nga dikush që nuk e njihte. Artikulli ishte bërë mirë, kishte pasqyruar saktësisht, me respekt, pa egzagerim. Kishte treguar rreth ofertës, rreth refuzimit, rreth arsyeve, ashtu si Besimi i kishte shpjeguar. Por kishte edhe diçka tjetër në artikull. Kishte atë lloj admirimi të sjellshëm, të dikujt që ishte habitur, sikur zgjedhja e Besimit ishte e rrallë. Kjo e kishte menduar Besimin. Pse ishte e rrallë? Pse refuzimi i parave në favor të asaj çfarë vlerëson habitet njerëzit? Kishte diçka melankolike atje, në atë habim, si konfirmimi pahishëm se shumica ndërtonte jetën rreth parave dhe jo rreth vlerave. Por kishte edhe letra, kishte njerëz që kishin lexuar dhe kishin shkruar. Letra të gjata ndonjëherë, ku njerëz nga qytete dhe vende të ndryshme tregonin rreth ndjenjave të tyre, rreth humbjes që kishin pasur, rreth mëdyshjes mes zgjedhjes financiare dhe asaj të zemrës. Kishte letra nga të rinj që kërkonin sfat, kishte letra nga të moshuar që thonin se historia e Besimit i kishte bërë të ndiheshin sërisht. Besimi i lexonte me kujdes. Nuk i përgjigjes të gjitha, sepse nuk dinte mirë të shkruante, dhe jo sepse nuk vlerësonte, por për ata nga zona e tyre, ata që mund të vinin, kishte thënë gjithmonë: "Ejani, bisedojmë, merrni kafen, hecim në për tokë bashk." Disa kishin ardhur, kishte qenë gjë e çuditshme dhe e bukur, njerëz nga jeta krejtësisht të ndryshme, student dhe profesionist, të rinj dhe të moshuar, ulur në për ara me Besimin dhe Muharemin dhe Fatjen dhe Sadien, duke dëgjuar dhe duke pyetur, dhe duke parë ndryshe diçka që ndoshta kishin parë gjithmonë si të zakonshme. Ishte gjatë kësaj periudhe që Besimi u martua. Nuk ishte martesë e stisuar, nuk ishte e planifikuar nga të tjerët me llogaritje dhe interesa. Ishte ajo lloj martese që ndodh natyrshëm, si bima që gjen dritën pa udhëzuar. Gruaja e tij, Zana, ishte nga fshati fqinj, vajzë rritur edhe ajo pranë tokës, e kuptuar me ritmet e maleve dhe me heshtjen e mëngjeseve të hershme. Nuk ishte nevojë të shpjegonte shumë me fjalë, sepse ajo i kuptonte pa fjalë. Kishte atë lloj kuptimi mes dy njerëzve që kanë rritur brenda të njëjtit botkuptim, si dy instrumente të akorduar një lloj. Kur Zana erdhi në shtëpi, ishte si kur shtoni dritare të re në një dhomë, e njëjta dhomë, por me dritë ndryshe. Solli energji, ide, ritme të reja pa ndryshuar thelbin e asaj çfarë ekzistonte. Punoi tokën pranë Besimit, pa e parë si flim, pa e parë si barë, e pa si jetë, i tillë si e kishte zgjedhur. Kur lindi fëmia i parë, djali, Besimi qëndroi pranë dhe mbajti foshnjën me ato duar të trasha të punës, dhe ndjeu diçka që nuk kishte fjalë për të. Ndjeu zinxhirin, shtesën e një hallke të re. Vazhdimësinë. Ndjeu baban dhe gjyshin dhe stërgjyshin gjithë ata duar dhe gjithë ato mëngjesa, të gjithë të pranishëm në atë çast. Vogëlushi u emërtua Zeqir,
si gjyshi i madh. Kur zeqeri i vogël filloi të ecë, hapat e pari bëri në tokën e arës, jo në dysheme. Besimi e kishte mbajtur për dorë dhe e kishte lënë të shkelonte mbi dhe. Dhe djali kishte shikuar poshtë me ato sy të mëdhenj të fëmijëve që shohin botën si mrekulli të vazhdueshme. Kishte mbledhur një grusht dhe me dorën e vogël dhe kishte ngritur kokën me buzëqeshje. Besimi kishte mbjerë lot, por nuk i kishte lënë të binin. Thjesht kishte buzëqeshur dhe kishte menduar, kjo është arsyeja, kjo pikërisht. Vitet kalojnë, por toka qëndron. Kjo është e vërteta themelore e buqve. Ata e din para çdo filozofie, para çdo libri. Toka ka kohën e saj dhe njeriu mësohet me të, ose lufton me të, dhe lufta gjithmonë e humb njeriu. Besimi kishte mësuar me të, ishte bërë pjesë e ritmit të saj, kishte lënë veten të formohej nga ciklet e saj. Dhe kjo mënyrë jetese, sado e thjesht nga jashtë, kishte dhënë diçka të pazakont. Paqe. Jo atë paqe të vdekur të stagnacionit, por atë paqe aktive të dikujt që është në vendin e duhur, duke bërë gjën e duhur me njerëzit e duhur. Kishte ditë vështirësish sigurisht. Natyra nuk është gjithmonë miqësore dhe jeta nuk është gjithmonë e drejtë. Por edhe vështirësia kishte formën e saj, kishte kuptimin e saj. Kur punon me tokën, çdo vështirësi është mësim specifik, jo dënim abstrakt. Dika ka gabim dhe mëson se si të mos e bësh sërish. Kjo është logjika e thjeshtë dhe e fuqishme e punës reale me botën reale. Kishin parë njerëz nga qyteti, ndonjëherë ata që kishin ardhur dhe kishin biseduar me të tronditurit nga diçka kaq e thjeshtë. Kishin thënë se ndiheshin të humbur në jetën e tyre, me paga të mira dhe apartamente të bukura dhe pushime çdo vit, por me një boshllëk të brendshëm që nuk dinin si ta mbushnin. Besimi nuk i gjykonte, i kuptonte. Kishin hyrë në sistem pa pyetur nëse sistemi ishte i duhuri për ta. Ai kishte pasur luks të rrallë, kishte pyetur veten herët, të udhëzuar nga gjyshi dhe babai dhe toka vet, dhe kishte gjetur përgjigjen para se të humbiste në rrugën e gabuar. Ishte vit kur kishin ardhur dyrgate disa gazetarëve dhe dokumentaristëve. Kishin dëgjuar rreth besimit, rreth refuzimit, rreth mënyrës si jetonte, dhe dëshironin ta dokumentonin. Kishte rënë dakord me ngurrim, jo sepse i friksohej kamerave, por sepse nuk donte të bëhej spektakël, nuk donte që jeta e tij të shndrohej në produkt konsumi. Kishte vendosur me zanën bashk, do të pranonin por me kushte. Nuk do të qëndronin vetëm ata, do të tregonin të gjithë komunitetin. Nuk do të fokusoheshin vetëm te refuzimi i parave, por te jeta, te dia, te njerëzit. Dhe nuk do të lejonin dramatizim artificial, nuk do të pozonin, nuk do të bënin gjëra që nuk i bënin normalisht. Dokumentaristët kishin pranuar dhe rezultati kishte qenë diçka e bukur. Ishte film i thjesht, pa muzikë dramatike dhe efekte speciale. Thjesht njerëz dhe tokë dhe kohë. Por kishte prekur njerëzit aty ku prekja vlen, te ajo ndjesi e thellë e gjërave të vërteta. Kishte parë raportimet dhe kishte lexuar komentet e shumta nëpër media. Kishte njerëz që kishin qajtur duke e parë, pa ditur saktësisht pse. Kishte njerëz që kishin vendosur të bëheshin buq pas tij. Kishte njerëz që kishin shkruar se ky film i kishte kujtuar diçka thelbësore për jetën. Besimi e kishte parë dokumentarin vetëm një herë, me zanën dhe zeqirin e vogël ulur pranë. Kishte parë veten si të huaj fillimisht, ajo ndjesia e çuditshme të shikuarit veten nga jashtë, por pastaj kishte parë tokën. Kishte parë pemën e fikut, lumthin, arën, duart e tij duke punuar. Kishte parë Muharrenin dhe Fatien dhe Sadien. Kishte parë fshataren e tij si ishte realisht. Dhe kishte kuptuar se dokumentari nuk ishte rreth tij, ishte rreth gjithçkaje tjetër. Ai ishte thjesht porta hyrëse. Njerëzit vazhduan të pyesnin. Kudo që shkonte, çdo herë që fliste me dikë të ri, vinte gjithmonë ajo pyetje. E formuluar ndryshe, por gjithmonë e njëjta në thelb. Por pse? Pse refuzove? Dhe besimi kishte mësuar se nuk kishte përgjigje të vetme. Kishte shtresa. Shtresa e parë ishte praktike. Toka e ushqente familjen, i jepte stabilitet, i jepte punë me kuptim. Shitja do ta kishte lënë me para, por pa bazë, si pemë e nxjerr nga toka me gjithë rrënjë. Shtresa e dytë ishte familjare. Toka nuk ishte vetëm e tij. Ishte trashëgimi, ishte dhuratë e marrë dhe borxh për t'u kthyer. Gjyshi Zeqiri kishte punuar atë tokë,
Babai kishte punuar atë tokë, kishte pasur para kyre dhe kishte pas tyre. Ai nuk kishte të drejtë ta ndërpriste atë vazhdimsi. Shtresa e tretë ishte filozofike. Besonin se kuptimi i jetës gjendej te marrëdhënia direkte me botën, te punë konkrete, te rezultate të prekshme, te komunitet i gjallë. Parat, pa kontekstin e duhur, nuk e jepnin këtë. Mund ta financonin, por nuk e zëvendësonin. Dhe pastaj kishte shtresën e katërt, ajo e thellë, ajo që më rrallë e thoshte me fjalë, por gjithmonë e ndjente. Dashuria. Jo dashuria romantike e filmave, por ajo dashuri e thellë dhe e qetë që njeriu ka për vendin ku i ka rënjët, për njerëzit me të cilët ka ndar bukën, për tokën që ka mundësuar ekzistencën e tij. Dashuria për gjyshin, për baban, për nënën, për çdo mëngjes të hershëm, për çdo erë dheu pas shiut. Si e shes dashurinë, si i vet çmim asaj. Kjo ishte arsyeja finale. Kjo ishte ajo çfarë i kishte lënë pa fjalë të gjithë ata që kishin dëgjuar. Jo sepse ishte e pazakont, por sepse ishte kaq e vërtet, kaq themelore, kaq njerëzore, sa ata e ndjenin brenda vetes dhe ndoshta e kishin harruar. Bota nuk ndalet. Edhe malet nuk janë të përjetshëm nëse mendon në kohë mjaftueshëm të gjatë. Ndryshimi është natyra e gjërave dhe besimi e dinte këtë mirë sa kushdo tjetër. Nuk ishte kundër ndryshimit, ishte kundër braktisjes. Kishin ardhur teknologji të reja edhe bujqësi, mjete dhe metoda që bënin punën me efikasitet më të madh pa ndryshuar thelbin e saj. Besimi i kishte mësuar ato me kureshtjen e dikujt që nuk ka egon e ekspertit, por interesin e dikujt që gjithmonë dëshiron të bëj punën e tij më mirë. Kishte adoptuar ato që kishin kuptim, kishte lënë ato që ishin thjesht moda pa substancë. Kishte internet tani edhe në fshat, diçka që herët kishte qenë larg. Zeqiri i vogël rritej me të dyja botët, me tokën dhe me teknologjinë, dhe besimi nuk e shihte si kontradikt. Kur djali pyeste si funksiononte diçka në kompjuter dhe ai nuk dinte, thoshte me qetësi: "Pyete sa dijen." Por kur djali pyeste pse gjethet e pemës kishin marrë ngjyrë tjetër, atje besimi e kishte përgjigjen dhe e jepte me kënaqësi. Kishte menduar shpesh rreth zeqirit, rreth llojit njeriu të donte të bëhej. Nuk kishte tentuar ta modelonte, nuk kishte tentuar ta kopjonte veten. Kishte tentuar t'i jepte atë çfarë gjyshi i kishte dhënë atij, hapësirë për të shikuar, kohë për të kuptuar, dhe prania e dikujt që tregonte me jetën, jo me fjalë, se si duket njeri me integritet. Do të vendoste zeqiri vet, ndoshta do të qëndronte, ndoshta do të shkonte, por ku të shkonte apo çfarë të bënte, do ta bënte me rrënjë të forta, dhe rrënjë të forta e mbanin njeriu drejt edhe kur erërat ishin të forta. Diçka kishte ndryshuar në përfshatin e besimit me kalimin e viteve. Ishte ndryshim gradual, i pazbuluar nëse e shihje çdo ditë, por i dukshëm nëse e kishe lënë dhe ktheheshe. Kishte pak të rinj të kthyer, jo shumë, por disa. Disa që kishin shkuar në qytet, kishin punuar atje për kohë dhe pastaj kishin marrë vendim të ngjashëm me atë të besimit, çdo njëri për arsyen e vet, por me drejtim të ngjashëm. Kishin ardhur me njohuri të reja, me energji, me perspektiva të ndryshme dhe kishin shtuar stres mbi atë çfarë ekzistonte. Kishte familje të reja, kishte fëmijë të rinj që luanin rrugëve të njëjta ku kishte luajtur besimi. Kishte duar trokitje në përdasmave dhe vajet në për funeralet, ciklet e jetës që vazhdonin si gjithmonë, si duhej. Sadia, mësuese e huaj e dikurshme, e kishte bërë të sajën fshatin, kishte vendosur, kishte ndërtuar familje, kishte bërë shkollën qendrën e jetës komunale. Kishte sjell projekte, kishte lidhur fshatin me organizata që mbështesnin komunitetet rurale, kishte bërë ura mes asaj çfarë dinin njerëzit e fshatit dhe asaj çfarë botës së jashtme kishte nevojë. Besimi dhe Sadia kishin bërë bashkëpunim të mrekullueshëm, ai me dijen praktike dhe ajo me aftësinë komunikative dhe lidhjeve. Kishin bërë gjëra të vogla, por konkrete, kishin dokumentuar metodat tradicionale bujësore, kishin krijuar arkiv të recetave të vjetra dhe teknikave të vjetra, kishin organizuar vizita edukative për shkolla nga qytetet. Nuk kishte qenë plan i madh me buxhet të madh. Kishte qenë punë e njerëzve që donin diçka dhe bënin atë që mundnin me atë çfarë kishin. Dhe ky lloj pune, tregonte koha, lë gjurmë të thella. Vite pas asaj vizite të fundit, Besimi mori letër, fizike, me zarf dhe pul postare, gjë i rrallë në kohët e mesazheve elektronike. Shkronja e dorës ishte e rregullt dhe e kujdesshme.
Ishte nga Dritan. E kishte lexuar ngadalë, 2 herë. Dritan shkruante se kishte ndryshuar shumë qëndrimet e tij me kalimin e viteve. Shkruante se projekti që kishte tentuar të ndërtonte me tokën e besimit, kishte shkuar diku tjetër, kishte ndërtuar diçka tjetër dhe kishin pasur fitime. Por kishte diçka, shkruante, që e kishte ndjekur. Ajo bisedë rreth njerëzve që dinin ku ishin dhe kush ishin. Kishte shkruar se tani investonte ndryshe, me kujdes më shumë ndaj komuniteteve, me pyetje rreth impaktit afatgjat. Nuk ishte bërë idealisti pa logjik, mbetej biznesmen, por me shtesë ndërgjegjeje. Dhe për këtë, shkruante, ndihej borxhli ndaj asaj bisede në fshatin e Dibrës. Besimi kishte mbyllur letrën, kishte ullur mbi tavolinë dhe kishte qëndruar pak. Pastaj kishte marrë letër dhe kishte shkruar përgjigje të shkurtër. Kishte thënë se gëzohej që Dritani ishte mirë. Kishte thënë se ndryshimi nuk ndodh një herësh, por ngadalë, si gjithçka që ndryshon me thellësi. Kishte ftuar Dritanin të vinte të vizitonte nëse kalonte rrugëve të Dibrës, se kishte kafe në shtëpisë dhe tokën e hapur. Nuk dinte nëse do vinte, por oferta kishte qenë e vërtetë. Kishte një dimër të veçantë, kur bora kishte rënë shumë dhe shtegun drejt fshatit ngjitur e kishte mbyllur për javë të tëra. Kjo izolim, i cili dikur mund të kishte qenë i vështirë, kishte sjell diçka tjetër. Ngujim të bukur. Familja e besimit kishte kaluar ato javë në shtëpi, me bollëk nga rezervat e vjeshtës, me dru të shumt për oxhak, me kohë. Kohë që zakonisht rrëzohej gjatë sezoneve të punës intensive, ajo kohë e çmuar që shpesh nuk e gjen. Kishin lexuar libra të vjetër, kishin treguar histori. Zekiri i vogël kishte pyetur rreth gjyshit të madh që nuk ishte njohur, dhe besimi kishte treguar. Kishte treguar si ishte Zekiri i parë, ato sytë zgjuara dhe ata fjalë pak por të rënda. Kishte treguar rreth gjyshit dhe baban, dhe tokës dhe historisë së familjes. Zana kishte dëgjuar edhe ajo. Ndonjëherë shtonte diçka nga familja e saj, nga fshati i saj, histori paralele të ngjashme, siç janë gjithmonë historitë e njerëzve të tokës, të ngjashme, por secila me detajet e veta unike. Zekiri dëgjonte me ata sy të mëdhenj. Her pas here pyetej, her pas here qëndronte i heshtur dhe mendonte. Ishte fëmijë serioz, në mënyrën e fëmijëve inteligjent. Ai lloj serioziteti i cili nuk mungon humori, por ka thellësi brenda. Një natë, pranë oxhakut, Zekiri kishte pyetur: "Baba, ti pse nuk e shite tokën?" Besimi kishte shikuar djalin. Kishte qenë në çasti të cilin kishte pritur dhe nuk e kishte planifikuar. Çasti i vërtet. Kishte thënë: "Sepse ajo tokë, Zeqiri, nuk ishte vetëm imja, kishte edhe pak nga gjyshi yt, dhe pak nga stërgjyshi yt, dhe pak nga gjithë ata që kanë punuar aty para nesh. Dhe tani ka edhe pak nga ty. Nuk isha të drejtë ta bëja mall diçka që i takonte kaq shumë njerëzve." Zeqiri kishte menduar: "Po nëse unë, kur të rritem, dua të shkoj diku tjetër?" Besimi kishte buzëqeshur: "Mund të shkosh kudo. Rrënjët nuk të ndalojnë të lëvizësh, të mbajnë vetëm të lidhur kur ke nevojë të kthehesh." Fëmia kishte nodet si dikush që ka kuptuar diçka të madhe, atë kuptim i cili në fëmijëri vjen si ndriçim i shpejt dhe qëndron për jetë. Muharremi vdiq kur ishte shumë i moshuar, aq i moshuar sa vdekja e tij nuk ishte tragjedi, por mbyllje e rrethit, fund natyral i një jete të plot. Kishte vdekur ashtu si kishte jetuar, me qetësi dhe dinjitet, i rrethuar nga njerëzit e tij. Besimi kishte qenë pranë, si kishte qenë pranë edhe gjyshit. Kishte qëndruar dhe kishte mbajtur dorën e plakut derisa frymëmarrja kishte ndalur. Dhe ashtu si me gjyshin, kishte ndjer atë ndjenjë komplekse të trishtimit dhe plotësisë njëkohësisht. Kishin varur Muharemin pranë gjyshit Zeqiri, si kishte dashur vetë, pranë njëri tjetrit në atë tokë, si kishin qenë pranë njëri tjetrit në jetë. Pas varimit, besimi kishte qëndruar te varrezat gjatë, kishte parë emrat e gëndendura mbi gurët e varrezave, emra brezash të shumt. Kishte parë se shumë prej tyre kishin jetuar dhe vdekur pa dal kurrë nga fshati, duke njohur vetëm këtë qiell dhe këtë tokë. Nuk kishte parë atë si kufizim, kishte parë thellësi. Kishte parë se kishte mënyra të tjera të eksplorimit, të brendshëm, të komunitar, të shpirtëror, që nuk kërkonin gjeografi të gjerë. Po ashtu kishte parë emra të rinj, ata të brezit aktual. Kishte parë emrin e babait ende gjallë, emrin e nënës, emrat e fëmijëve të rinj të fshatit. Zinxhiri vazhdonte, do të vazhdonte edhe pas tij.
Vite kaluan dhe Zeqiri rritej. Ishte adoleshent tani, me ato juhatje tipike të moshës, me dyshimet dhe pyetjet dhe dëshirat e ndryshme. Ishte periudhë kur shumë fëmijë të fshatrave bënin çantat dhe shkonin drejt qyteteve, tërhequr nga dritat dhe mundësitë. Zeqiri kishte miq të vet, kishte telefon dhe internet dhe kontakt me botë të gjerë. Dinte gjëra rreth jetës urbane, rreth mundësive atje, rreth gjërave që fshati nuk ofronte. Dhe kishte periudha kur e shihje që luftonte me veten. Besimi nuk ndërhynte. Zana ndonjëherë shqetësohej pak, por Besimi i thoshte: "Le të luftoj, është e drejtë e tij. E jona ishte të bënim punën tonë mirë dhe ta lenim të shoh." Kishte ditë kur Zeqiri punonte tokën pranë babarit dhe kishte qetësi të plot. Kishte ditë kur ishte i nervoz dhe i padurueshëm. Kishte ditë kur pyeste pyetje të mëdha. "Baba, a nuk ke ndjerë ndonjëherë se ke humbur mundësi?" Besimi i kishte marrë pyetjen seriozisht. Nuk kishte dhënë përgjigje të gatshme. Kishte menduar dhe kishte thënë: "Kam humbur mundësi, sigurisht, por mundësia nuk është vetëm hyrje e re, është edhe mosdalje nga ato çfarë je. Unë kam fituar çdo ditë atë çfarë ka vlerë për mua. Mund ta quash humbje çfarë ke zgjedhur të mos kërkosh." Zeqiri kishte menduar gjatë. Pastaj kishte pyetur: "Po nëse unë zgjedh tjetër?" "Atëherë zgjedh me ndërgjegje dhe me zemër, jo nga frika dhe jo nga imitimi. Kjo është gjëja e vetme që kërkoj." Dritan erdhi si kishte thënë se ndoshta do të vinte, vite pas letrës, pa paralajmërim të madh, thjesht me telefon një ditë para. Kishte ardhur me gruan dhe 2 fëmijët e tij, tani adoleshent. Kishin qëndruar 2 ditë, kishin ngrënë bashk, kishin ecur nëpër tokë, kishin biseduar gjak. Dritan ishte ndryshuar, jo krejtësisht, mbetej ai njeri i zgjuar dhe i ambiciozshëm, por kishte stres mbi të, diçka si pjekuri e fituar me vite dhe reflektim. Kishte folur rreth biznesit, rreth ndryshimeve që kishte bërë, rreth mënyrës ndryshe si shikonte investimet. Kishte pasur dështime dhe kishte pasur suksese, dhe kishte mësuar nga të dyja. Por sukseset e lidhura me projektet ku komunitetet kishin qenë partner real dhe jo objekt, i kishte dhënë kënaqësi të ndryshme. Kishin pirë kafen e mbrëmjes jashtë, nën qiellin e plot të Dibrës. Fëmijët e Dritanit kishin parë yjet me habi, sepse qyteti nuk ofronte kurrë qiell kaq të pastër. Dritan kishte thënë: "Kam menduar shpesh rreth asaj çfarë më dhe, vite mbas. Mendova fillimisht se ishte thjesht sensacionalitet, njeri i ngurtë kundër progresit, por pastaj kuptova se nuk ishte. Ishte vetëm njeri që dinte çfarë donte dhe nuk e tradhtonte. Kjo rrallë ndodhet." Besimi kishte buzëqeshur. "Nuk kisha bërë asgjë të veçantë. Kisha bërë thjesht atë çfarë dija ishte e drejtë për mua." "Por shumë njerëz e dinë çfarë është e drejtë dhe nuk e bëjnë", kishte thënë Dritan. "Kjo është diferenca." Besimi kishte rutinën e tij të mëngjesit, të pandryshuar me kalimin e viteve. Çohej para diellit, dilte jashtë, bënte rrethin nëpër tokë, dëgjonte botën duke u zgjuar. Ishte rituali i tij personal, meditacioni i tij. Nuk e quante kështu, por kjo ishte. Ajo kohë e mëngjesit para se gjithçka tjetër të fillonte, kishte cilësi të ndryshme. Kishte atë qetësi të rrallë ku mund të dëgjoje veten. Kishte mëngjes kur shihte diçka të vogël dhe ndalonte gjatë. Një lule e hapur para kohe, shpend që fluturonte sakt sipër tij, dritë që binte në mënyrë të veçantë mbi tokë, gjëra të vogla që botës me nxitimi shpëtonin, por ai shihte. Kishte menduar shpesh se lumturia e vërtetë nuk ishte gjendje e madhe dhe dukshme. Ishte koleksioni momenteve të tilla, atyre të voglave, ati shpendi dhe asaj drite dhe asaj luleje. Ishte aftësia për të qenë i pranishëm mjaftueshëm për t'i parë. Dhe toka i jepte atë çdo ditë. I jepte arsye për t'u çuar herët. I jepte diçka konkrete për të kujdesur. I jepte gëzim të drejtë për drejtë, jo të ndërmjetësuar nga ekrane dhe llogari bankare dhe opinionet e të tjerëve. Ka njerëz që lënë gjurmë me ndërtesa dhe monumente. Ka njerëz që lënë gjurmë me libra dhe ide. Ka njerëz që lënë gjurmë me para dhe institucione. Dhe ka njerëz që lënë gjurmë me mënyrën si kanë jetuar, me shembullin e jetës së tyre, të heshtur dhe të qartë si gjurmë në dëbor. Besimi ishte nga të fundit. Nuk ishte shkruar libra, nuk ishte ndërtuar kompani, nuk ishte mbajtur fjalime, por kishte jetuar me integritet të plot, kishte mbajtur fjalën e dhënë ndaj vetes dhe tokës dhe njerëzve të tij, dhe kjo kishte rrezatuar rreth tij si dritë e qetë.
kishte ndikuar Zeqirin, djalin e tij, kishte ndikuar disa të rinj të fshatit, kishte ndikuar dritanin, biznesmenin nga qyteti, kishte ndikuar gazetalin që kishte shkruar, dokumentaristët që kishin filmuar, njerëzit që kishin lexuar dhe parë. Ndikimi nuk ishte i matur, nuk ishte statistika, por ishte real si toka vet. Kishte ardhur momenti kur besimi ishte pyetur nga dokumentaristët, nga gazetarët, nga dritani, nga fshinjët, nga Zeqiri vet. Pse? Dhe me kalimin e viteve, përgjigja kishte arritur te forma e saj finale, e pastër dhe e thjesht si toka pas shiut. Sepse nëse do ta shisja, kishte thënë besimi një herë ulur pran lumthit me Zeqirin dhe Zanën dhe disa miq, nuk do ta shisja tokën, do ta shisja veten, do ta shisja kuptimin e jetës sime, lidhjen me ata që kanë qenë para meje, gjurmën që do të lë pas meje. Dhe ajo nuk ka çmim, jo sepse jam i verbër ndaj vlerës së parave, por sepse disa gjëra, kur i shes, nuk bëhen para, bëhen humbje. Kishte heshtur pak, kishte marrë grusht dhe nga toka pranë dhe kishte mbajtur në shuplak. Ky dhe kishte vazhduar, ka mbajtur jetën e gjyshit tim, ka mbajtur jetën e babait tim, ka mbajtur jetën time dhe po mban atë të Zeqirit. Ka mbajtur histori që nuk janë shkruar askund tjetër. Kur i shes tokën dikujt tjetër, ku shkojnë ato histori? Çfarë ndodh asaj jete të akumuluar? Zhduket, bëhet parking, apo hotel, apo asgjë. Kishte hapur shuplakën dhe kishte lënë dheun të bjerë ngadalë. Unë zgjodha ta mbaj, zgjodha vazhdimsinë, zgjodha të jem unë dhe jo dikush tjetër me xhep të plot dhe zemër bosh. Dhe kjo zgjedhje, çdo mëngjes kur zgjohem dhe shoh tokën time, e konfirmoj, nuk kam djerë asnjëherë se kam bërë gabim. Rreth tij kishte heshtje, ajo heshtje thellë e njerëzve që kanë dëgjuar diçka që u ka prekur vendin e duhur. Ishte viti kur Zeqiri kishte mbushur moshën e vendimeve. Kishte mundësinë të shkonte në universitet larg, kishte pranuar ofertën, kishte mundësi reale. Kishte ardhur tek babai një mbrëmje dhe kishte thënë: "Baba, dua të shkoj, dua të studioj, por dua të kthehem. Kjo është shtëpia ime." Besimi kishte shikuar djalin. Kishte ndjerë diçka të ngrohtë dhe të plot brenda. Ajo ndjenja e padefinueshme e kur gjërat janë siç duhet. "Shko", kishte thënë. "Mëso çdo gjë mund të mësosh. Shiko botën. Pastaj kthehe dhe sill gjithçka mësove këtu. Kjo tokë do të pret." Zeqiri kishte shkuar dhe besimi kishte vazhduar mëngjeset e tij, rrethi në përara, punën e duarve, bisedën e heshtur me tokën. Disa muaj pas largimit të Zeqirit, kishte ardhur letra e parë. Zeqiri shkruante rreth universitetit, rreth njerëzve të rinj, rreth gjërave të reja. Dhe në fund, kishte shkruar diçka që besimi e kishte lexuar disa herë. "Baba, sa herë shoh dikë të humbur dhe të pakënaqur, mendoj se ata nuk e kanë atë çfarë kemi ne. Jo tokën, por dijen se kush janë." Besimi kishte ulur letrën, kishte dalë jashtë, kishte qëndruar nën qiellin e dibrës. Kishte kuptuar se punën e tij më të madhe nuk e kishte bërë me kazëm dhe me ujitje, e kishte bërë me jetën e tij si shembull. Ditët kalojnë dhe bota ndryshon me shpejtësi të çmendur. Gjëra që dikur dukeshin të qëndrueshme bëhen të lëvizshme. Gjëra që dukeshin të qarta bëhen komplekse. Njerëzit humbin orientimin dhe kërkojnë pikat e referencës. Besimi kishte bërë pikë reference, pa e synuar, pa e planifikuar, jo sepse ishte hero ose shenjtor, por sepse kishte bërë diçka të thjeshtë në epokën e komplikuar. Kishte qëndruar besnik ndaj vetes. Kishte mbajtur fjalën e dhënë ndaj gjyshit dhe babait, edhe kur ata nuk ishin më. Kishte mbajtur fjalën ndaj tokës, ndaj komunitetit, ndaj asaj çfarë i kishte mësuar jeta. Dhe kishte refuzuar të lejonte që çmimi i gjërave të zëvendësonte vlerën e tyre. Kjo ishte mësimi. Jo mos shiti tokën, jo mos merr para, jo jeto ashtu si unë, por di çfarë vlen për ty, di çfarë nuk do ta shes asnjëherë dhe qëndro besnik ndaj asaj. Çdo njeri ka tokën e vet, diçka thelbësore që nëse e shet veten. Për disa është profesioni, për të tjerë është marrëdhënia, për të tjerë është vlera, për disa është vendlindja. Forma ndryshon, por substanca është e njëjtë. Ka gjëra që nuk kanë çmim sepse janë shumë të shtrenjtë. Besimi nga dibra e dinte këtë.
jo me fjalë filozofike, por me duar në dhe syt hapur ndaj agimit. E dinte me gjithë qenjen. Ishte mëngjes si çdo mëngjes tjetër, dhe besimi doli herët, si gjithmonë. Qielli kishte atë ngjyrë para agimit, blu i thellë që nuk bëhet ndonjë orë tjetër të ditës, kalimtare dhe bukur pikërisht sepse kalon shpejt. Kishte ecur në përara, tokë e njohur si çdo centimetër i trupit vet. Kishte kaluar pranë pemës së fikut, kishte vënë dorën mbi lëvore, kishte ndjer atë asperitet të njohur. Pemë e vjetër, por akoma me frytet e saj çdo vit, akoma e besueshme. Kishte arritur pranë lumëthit, kishte ulur mbi gur, kishte dëgjuar ujin. E njëjta melodi, ritmi i pakryeshëm. Uji që vinte nga malet, kalonte në përara, vazhdonte rrugën e vet drejt luginës. Nuk shihte fundimin, nuk merrte me mend vështirësinë, thjesht rrjedhte, bënte atë për të cilën ishte. Besimi kishte menduar rreth zeqirit larg, kishte menduar rreth zanës ende e fjetur brenda, kishte menduar rreth gjyshit dhe babait, aty pranë, nën tokën e fshatit, në atë vazhdimsi tjetër që nuk pyeste pyetje. Dhe kishte menduar rreth asaj mbrëmje vite më parë, kur dy burra me kostume kishin ardhur me ofertë. Kishte menduar se sa larg dukej tani, jo në kohë, por në kuptim. Kishte qenë vendim i madh për botën e jashtme, por për botën e tij të brendshme kishte qenë i thjesht si frymarrja. Kishte thënë jo ndaj parave, po ndaj vetes. Dhe qëndrimi kishte qenë gjëja më e guximshme që kishte bërë ndonjëherë. Në botën ku gjithkush vraponte diku, ku ndryshimi trajtohej si virtyt në vetvete, ku qëndrueshmëria shpesh ngatërohej me ngurtësi, vendimi për të mbetur kishte kërkuar kurajo. Jo kurajon e luftëtarit me shpatë, por kurajon e thellë dhe të qetë të dikujt që thot: "E di ku jam, e di kush jam dhe nuk kam nevojë të largohem për të provuar asgjë." Dielli filloi të ngrihej pas maleve. Ato minuta të para, kur rrezet godasin majat dhe i bëjnë të ndriçojnë si të jenë zjarr i ftohur, ato minuta kishin gjithmonë diçka të shenjtë. Besimi i shikonte çdo mëngjes, dhe çdo mëngjes ndjente të njëjtën gjë, mirënjohje. Jo fjalë mirënjohje, por ndjesi direkte, si frymarrje e thellë e dërguar nga brenda. Ngrihu në këmbë. Drita ushtrim mbi tokën e tij, mbi arën, mbi pemën e fikut, mbi gurët pranë lumëthit. Bëri sheqer të artë gjithçka prekte. Ktheu tokën e zakonshme në diçka të jashtëzakonshme për ato sekonda të shkurtra, para se dita të vendosej plotësisht. Besimi shtroi duart, i hapi shuplakat, lejoi dritën të binte mbi to. Ato duar me vija të thella nga puna, duar që kishin ndjekur baban dhe gjyshin, duar që kishin mbjell dhe korrur, duar që kishin mbajtur djalin kur kishte lindur dhe të moshuarin kur kishte vdekur, duar që refuzuan para dhe pranuan jetë. Ato duar ishin biografia e tij e vërtet, më e vërtet se çdo fjalë. Ndaj asaj drite mëngjesi, me tokën pranë, me ujin që tingëllonte pas, me ajrin e pastër të dibrës mbushur me erën e barit dhe pemëve dhe tokës pas natës, besimi e ndjente edhe një herë, si çdo mëngjes, jam aty ku duhet të jem. Kjo ishte pasuria e tij, e padukshme për sytë e jashtëm, e pamatshme me çdo instrument njerëzor, por reale, e vërtet, e plot. Historia e besimit nga Dibra nuk është historia e dikujt që fitoi kundër botës, nuk është histori kundër parave apo kundër zhvillimit apo kundër ndryshimit. Është histori rreth diçkaje tjetër, diçkaje që ndoshta e kemi harruar pak të gjithë në nxitimin e madh të kohëve tona. Është histori rreth kuptimit, rreth faktit se kuptimi i jetës nuk gjendet duke shtuar, por duke thelluar, nuk gjendet duke lëvizur sa më shpejt, por duke qëndruar mjaftueshëm gjatë për të parë çfarë ka vërtet aty. Nuk gjendet duke fituar sa më shumë, por duke mbajtur ato gjëra, që kur i humbet, humb veten. Besimi kishte pasur gjyshin që e kishte mësuar me fjalë të pakta dhe shembull të plot. Kishte pasur baban me duart e trasha dhe zemrën e drejtë. Kishte pasur tokën me ciklet e saj dhe mësimet e saj të heshtura. Kishte pasur komunitetin me njerëzit e tij dhe historinë e saj. Dhe kishte pasur atë moment vendimtar, atëherë kur dy botë kishin takuar mbi tryezën e kuzhinës me kafen e servirur nga njëna dhe laptopët ndriçues të investitorëve,
kur kishte zgjedhur. Jo me dram, jo me fjalime, jo me lot apo zemërim. Kishte zgjedhur me qetësinë e dikujt që e di saktësisht se çfarë është. Dhe kjo qetësi, ajo qetësi e thellë e vetnjohjes, ishte ajo çfarë kishte lënë pa fjalë të gjithë. Jo refuzimi i parave, por certituda e tij, paqja e tij, lumturia e tij e dukshme dhe e vërtetë. Sepse njerëzit, kur shohin dikë që është vërtet i lumtur me sjelljen e vet, nguren. Nguren sepse ajo lumturi u kujton diçka, u kujton se edhe ata kanë pasur një herë atë ndjesi të qartë rreth asaj çfarë vlen, dhe ndoshta e kanë tregtuar, pak nga pak, pa e vënë re. Besimi nuk i kishte tradhtuar ata, i kishte befasuar vetëm duke mos i tradhtuar veten. Dhe kjo, në kohën tonë, në botën tonë me presionet dhe tundjet dhe vrapimin e pafund, është ndoshta akti më i guximshëm që mund të bëjë një njeri. Toka e Dibrës mbetet, malet mbeten, lumthi vazhdon me zërin e tij. Pema e fikut jep frytet e saj çdo vit, besnikërisht, si gjithmonë. Dhe çdo mëngjes, kur dielli rrintet pas maleve dhe drita e parë bie mbi tokë, ka duar të hapura atje, duke marrë atë dritë, duart e besimit, të thjeshta, të trasha në puna, të paçmueshme. Nëse kjo histori të ka prekur diçka brenda, nëse të ka kujtuar ndonjë gjë që vlen dhe nuk duhet tradhtuar, shkruaje në komente, sepse historitë si kjo e besimit janë fshende i rreth nesh, nëse dim t'i shohim. Dhe ndoshta historia jote, ajo zgjedhja jote e bërë apo e pamarre, ja vlen ta ndash.